Jemi drejt për drejt kanalit 10, cilat janë përshtypjet tua pas fitores sotme, si e përjetove këtë fitore, si e pendeshit ti? Shumë i knasht, kemi arritë diçka, një moment historik, ama me shumë humilitet, do të me nejtë me kom për tuke dhe se e kena edhe një lojë dhe halo nuk e kena kry misionin. Cilat janë pritshmëritë për ndeshjen ndaj Turqisë, një ndeshje shumë e rëndësishme, ndeshje finale të martën përballë me ta nëse do të Fadil Vokrin në Prishtinë. Pritshmëritë janë për me shku në Amerikë. Tash kam një lojë në 90 minuta ose 120. Na jena gati për luftë dhe ashtu kam e kam. Çka arrit, po kthehemi tek ndeshja e sotme. Çka arrit të ndryshon në pjesën e dytë? Çka ju tha Franco Foda dhe ju bëri që të realizoni 3 gola në pjesën e dytë në 45 minutë e dytë? Po se janë, vetëm me pas vetë besim, me vazhdu me luq ashtu qysh edhe në gollin e parë, sepse kur janë nisëm kur fillum me lue, ata patën shumë probleme dhe vetëm me vazhdu ashtu, i morëm 2 golla me të vërtet moment shumë vështirë, edhe kjo që e banu me këthy rezultati 2 herë, tregon që kemi luajtur si familje me karakter, edhe të ban me komat fort, edhe kjo vetëm me pas besim edhe me vazhdu me lu njëri për tjetrin. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit. Ishte Mergin Vojvoda, futbollisti kombëtarës së Kosovës dhe tani ka ardhur momenti